Sot po paraqitëm para jush për të folur për një çështje me rëndësi të veçantë për sigurinë ushqimore, mbrojtjen e konsumatorit dhe zhvillimin e bujqësisë në Republikën e Kosovës. Për javësh, institucionet e Republikës Kosovës kanë ndërmarrë një aksion të koordinuar, ndoshta më i madh në vitet e fundit, për kontrolle të kombinuara në kufi dhe në tregun e brendshëm sa i përket produkteve të qumshtit pluhur dhe përdorimin e yndyrërave bimore me theks të veçantë tek përdorimi i vajit të palmës. Sot jemi këtu për të dhënë disa informacione preliminare sa i përket këtij procesi të inspektimit. Mirë po para asaj, në vazhdin e diskutimeve sa i përket sektorit të qumshtit, më duhet të potencoj që ekzistojnë 3-4 çështje që janë të rëndësishme për fermerët dhe për institucionet. Për gjitha çështjet dhe sfidat që janë identifikuar këtu para jush, do të veprohen edhe do të prezantohen vendimet që i adresojnë këto sfida. Fillimisht, kemi një çështje sa i përket raportimeve të fermerëve për ulje të çmimit të qumshtit në fermë. Ka pas ankesa sidomos muajin e fundit, dhe ne në kuadër të Ministrisë kemi themeluar në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, kemi themeluar sistemin informativ të tregut. Në baza javore, më shumë se 200 produkte bujqësore do të monitorohen për çmimin dhe sipas rajoneve. Dhe në vazhdin e saj dhe diskutimeve që kemi pas me shoqatën e prodhuesve të qumshtit, me shoqatën e përpunuesve të qumshtit, mua më është thënë që një nga arsyet se pse kjo situatë ka rezultuar është për shkak të presionit të importit. Ky ka qenë pozicioni që kanë pasur përpunuesit e qumshtit. Ne kemi monitoruar këto janë të dhënat e çmimit të 1 litër qumsht nga importi me shumicë. Dhe deklarata ose pretendimi nuk nxjerr të jetë i bazuar në të dhëna. Në fakt është e kundërta, çmimi i qumshtit që vjen nga importi në muajt e fundit vetëm është rrit. Pastaj kemi kaluar të një hipotezë tjetër, një deklarim se ka çështje ndërmjet përpunuesve të qumshtit dhe distributorëve apo supermarketeve që shesin qumshtin. Dhe aty kemi ca gjetje që janë relevante edhe për fermerët edhe për ju, por ajo çfarë mund të thuhet është që çmimi për 1 litër qumsht që shitet nga përpunuesit në mesatare, në fakt ka qëndruar stabil dhe me një tendencë të rënjes në muajt e fundit. Do t'i kthejmë kësaj çështje edhe një herë. Por ajo çfarë kemi gjetë dhe kjo konfirmon mira zëra që kemi marrë nga fermerët, është që çmimi për litër në fermë me shumicë ka qenë një moment vendimtar, është nëntori i vitit 2024, kur unë gjykoj që ka pas një ulje të koordinuar të çmimit që i paguhet fermerëve. Dhe kjo shihet qartësi e ka rri nivelin më të lartë në gusht të vitit të kaluar, pastaj për shkak të mungesës së prodhimit ka pas një tendencë të rritjes dhe prapë deri në mars, sa ne kemi mbledhur të dhëna, ka rënë në 47 cent, ndërkohë që raportimet që kemi pas të fundit për muajin prill ka duhet të arritur prapë diku rreth 40-41 cent. Kjo do të thotë që për muajin e njëjtë të marsit të prillit 2026, një fermer merr pothuajse gjysmën më pak. Paguhet për gjysmën më pak nga përpunuesit e qumshtit. Kjo është fakt. Kjo është situata
Këto e në çmimet në fermë. Kjo është qumshti që në bazë të raportimeve ju shitet fermerëve me shumicë. Fermerët e shesin në pikat grumbulluese me shumicë. Si që shini, zhvillimi është dhjetori 2024, aty unë gjykoj, që ka pas gjykoj, ose dhe dyshoj që ka pas i marrëveshje për ta ullën në mënyrë të koordinuar çmimin. Dhe për shkak se kemi pak përpunues, e mbi 6.000 prodhues të qumshtit, fuqia negociuese e prodhuesve është shumë e vogël. Nuk ka opsion tjetër. Dhe kjo efektivisht ka ndodhur. E pa që çmimi i procesuesve të qumshtit nuk u reduktu në trend. Konsumatori i Kosovës nuk ka pas qumshti për konsumatori i Kosovës nuk ka qenë më lirë, ani pse qumshti në fermë ka. Kjo do të thotë që marzha ju ka shku dy aktorëve të rëndësishëm. Kostoja ka shku te fermeri, po marzha ka shku tek procesues, përpunues të qumshtit edhe tek supermarket. A mund të kalojmë te slajdi tjetër? Ne kemi pa, thuhet që ka ca çështje midis tregtarëve edhe përpunuesve, supermarketet dhe përpunuesve, po ajo që unë ta vrejmë është që në vitet e fundit, domethënë në muajt e fundit, ka një tendencë që të zgjerohet marzha në favor të tregtarëve të qumshtit, në favor të supermarketeve. Pra kjo është rritë diku në 15-16 cent mbi bazën e dhënave, krahazuar me një mesatare historike prej 11 deri 12 cent, dhe këtë kosto, ndërkohë që këtu është rritur profiti, që mund të jetë gros, ndërkohë që kostoja ka shku tek fermeri. Këto të dhëna i konfirmojnë shqetësimet që na janë shprehur në terren. Kemi diskutuar me shumë bujq, me fermer, me prodhues që varen nga prodhimi i qumshtit. Për shkak të rëndësisë që ka për ekonominë rurale të Kosovës, këto të dhëna do shërbejnë si referencë dhe bazë për veprimet tona në pasim. A mund të kalojmë? Por, cili është një zhvillim i ri që ju, qytetarët të Republikës Kosovës, duhet ta keni parasysh. Sektori i qumshtit është duke u përballur me presione të jashtme. Zakonisht, tendenca është për të ndryshuar përbërjen yndyrore, yndyrna shtazore me yndyrna bimore. Ajo çfarë më herët është ndjen nga qumshti për të prodhuar yndyrë shtazore, ka një tendencë që ajo të zëvendësohet me yndyrë bimore, me vaj palme edhe me qumsht plor. Ne kemi dashur me verifiku me doganën se a qëndrojnë këto. Se ajo rënja tek fermerët ka një shpjegim tjetër. Dhe ne besojmë që është kjo. Për shkak siç e shihni, importi i qumshtit plor është rrit korrespondon me rënien e fuqisë blerëse të fermerëve. Shkojmë te slajdi tjetër. Ajo që është tjetër e rëndësishme është vaji i palmës. Edhe vaji i palmës është rritur ndjeshëm. Por ajo që është e rëndësishme për industrinë e qumshtit, sektorin e qumshtit, është kjo pjesa e fraksion vaji i palmës, fraksionet jo solide, se këto përdoren tek industria për punimin e qumshtit, dhe siç e shihni, është rritur ndjeshëm. Pra, nga të dhënat që i kemi marrë nga dogana, dhe të cilat i kemi konfirmuar edhe përmes Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës, ne na rezulton që në dy presione që po shkaktojnë telashe tek fermerët, një presion një herë në dekadë që po ballafaqohen fermerët dhe sektori i qumshtit, dhe ai po vjen kryesisht nga dy faktorë. Tendenca për ta zëvendësuar qumshtin e freskët me qumsht plor, dhe tendenca për të zëvendësuar yndyrat shtazore që vijnë nga qumshti i freskët me yndyra bimore. Vaj palmës. Të nderuar,
qytetarët e Republikës Kosovës, ne kemi dashur mi konfirmu edhe përmbajtje. Të jenë të dhëna nga dogana, janë dhëna të përgjithshme. Por na duhet me lidh edhe me përbërjen e produktit. Ne kemi ndërmarrë kontrollën e kufi edhe kontrollën e tregut e brendshëm. Në kuadër të vendimit që unë kam marrë si ministër i bujqësisë për datën 28/04/2026, sa ndemi janë realizuar, janë marrë 118 mostra në kufi nga Inspektorati Veterinar i AUV-it. Janë marrë po ashtu dhe 52 mostra në tregun vendor. Janë realizuar analiza laboratorike dhe mikrobiologjike në laboratorin e ushqimit dhe veterinarisë dhe janë kryer super analiza shtesë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Veç një moment. A mund të kthenim slajdin tjetër? Nga kontrollet e javës së parë, janë identifikuar raste të mos përputhjes në import, për cilat janë ndërmarrë masa administrative dhe janë mbajtur përkohësisht këto ngarkesa në kufi dhe pas përfundimit të superanalizës një pjesë janë liruar, kurse pjesa tjetër janë kthyer mbrapsht. Kjo për shkak se nuk ka pas përputhje me standardet dhe ligjet në fuqi. Në të njëjtën kohë, nga kontrollet vendore, kemi marrë raportin preliminar, i cili dokumenton që ka produkte që shiten në treg dhe nuk reflektojnë në mënyrë adekuate përbërjen dhe deklarimin e produktit. Pra, ani pse produktet mund të paraqiten si me përbërje qumshti, pas analizëve ato rezultojnë që kanë përbërje tjetër të elementeve që i potencuam më herët. Të gjitha këto raportet e detajuara, produkt për produkt, analizë për analizë, pas kompletimit, do t'i bëhen publike edhe qytetarëve të Kosovës. Ajo çfarë unë dëshiroj që të theksoj, është që qëllimi jonë i këtyre masave është ndërtimi i një sistemi të sigurt për ushqimin e qytetarëve të Kosovës. Pra siguria e ushqimit është qëllimi madhor këtu. E dyta, ne kemi edhe rregulla sa i përket mbrojtjes së konsumatorit. Konsumatori ka drejt me ditë çka po blen dhe çka po han. Nëse ne nuk i zbatojmë këto rregulla, ky informacion, ky vendim për to bëhet i pamundur. Për atë arsye janë institucione si ne, edhe AUV, edhe institucione tjera regulative që mundsojnë këtë proces. Për t'ia adresuar këto sfida, unë i kam marrë disa vendime. Vendimi i parë i javës së kaluar është për krijimin e sistemit digital në sektorin e qumshtit. Në baza javore, mujore, 3 mujore, ne do të kërkojmë raporte nga të licencuarit për përdorimin e qumshtit plorë, vaj të palmës dhe çdo aditivi tjetër që është relevant për konsumatorët. Tjetra, për të adresuar shtrembrimin e tregut, para 2 javë ka hyrë në fuqi vendimi për akcizën në qumshtin plorë. E treta, sot dhe nesër do të bëhen publike 2 vendime të rëndësishme për sektorin. Vendimi i parë ka të bëjë me klasifikimin e saktë të produkteve të qumshtit. Emërtimet dhe terminologjia që përdoret nga procesuesit, nga përpunuesit dhe tregtarët në lidhje me qumshtit duhet të reflektojë 100% vetëm përbërjen shtazore. Në rast se flitet për qumshtin, atëherë ajo duhet të jetë e përcaktuar sakt. Emërtimi qumsht i përket vetëm qumshtit me përbërje përmbajtje të yndyrave shtazore. E dyta, emërtime djath, krem, gjizë, të gjitha që janë tradicionale janë ekskluzivisht për përdorim për produktet që kanë origjinë nga yndyrnat shtazore. Në momentin kur shtohen aditiv, nuk vlen
më ky vendim. Për këtë arsye, kemi marrë një vendim tjetër. Është për përdorimin e produktit të qumshtit plor dhe vajt palmës gjatë përpunimit të qumshtit. Praktikisht, ne kërkojmë përmes këtij vendimi krijimin e një sistemi të ndarë të prodhimit. Këto dy sisteme nuk mund të përzihen, për shkak se kanë përmbërje procese të ndryshme teknologjike, përmbajtje të ndryshme kimike dhe kërkojnë rregulla tjera higjienike. Dhe efektivisht, të gjitha institucionet, gjitha organizatat biznesore që merren me përpunimin e qumshtit, sa ndemi do ju kërkohet të riaplikojnë për autorizim të veçantë, për licencë të veçantë, për procesimin e qumshtit ose për përbërësve tjerë të qumshtit. Pra, nuk mjafton licenca që e kanë aktualisht, duke ndjekur regulativën e Bashkimit Evropian dhe duke ndjekur shembujt më të mirë të praktikës evropiane, në vazhdim, duke u bazuar në 21 të ligjit për ushqimin, të gjithë operatorët do ju kërkohet të riaplikojnë për autorizime shtesë në rast se dëshirojnë të përdorin vaj palme edhe qumshtin plur në produktet e qumshtit, të cilat pastaj nuk do mund të quhen me emërtime tradicionale, do të quhen diçka tjetër, por jo me emërtime tradicionale. Këto janë të rezervuara ekskluzivisht për produktet tradicionale. Praktikisht, me këto vendime, dhe me këtë vendim, rrezullohet përdorimi i vajit të palmës edhe qumshtit plur deri në rregullimin ligjor dhe ndërtimin e sistemit nga AUVi dhe për këtë marrë parasysh edhe rëndësinë e masave proporcionale. I kam kërkuar AUVit dhe Ministrisë së Bujqësisë që këtë ta bëjnë në afatin më të shkurtër 30 ditor, në mënyrë që siç jemi të përgjegjshëm ndaj gjitha palëve, të gjitha palët të kenë mundësi të prodhojnë, por jo pa informacion, jo pa transparencë dhe jo pa gjurmëshmëri. Këto janë të dhënat dhe kjo e kompleton gamën e plot të gjitha regulativave moderne për sektorin e qumshtit. Në fund, ne po ashtu kemi marrë një raport preliminar sa i përket hyrjeve të vajit të palmës në Republikën e Kosovës dhe në çfarë forme ato po përdoren nga industria. A mund të kaloni tash në bazë raportit që unë kam pranuar nga AUVi. Këto janë sasitë që janë përdorur nga organizatat biznesore të licencuara për procesimin e qumshtit. Kjo është vaji i palmës që është përdorur gjatë procesit prodhimit. Në pasim, duhet ta sqaroj, kjo jo domosdoshmërisht në kupton që ka pas diçka të kundërligjshme. Ajo çfarë është e rëndësishme, dhe ne po verifikojmë, edhe së shpejti do ta potencojmë, është nëse konsumatori ka qenë informuar drejt për këtë. Në rast se në produkte, ashtu siç e kërkon rregullorja e etiketimit të produkteve në treg, janë nënvizuar përqindjet dhe përbërja e saktë e produktit. Kjo është relevanca për konsumatorët.